Nderuar doktor Berisha, të nderuar zonja dhe zotërinj, ne sot jemi mbledhur këtu për të prezantuar programin e Partisë Demokratike për mbështetjen e grupeve më të marginalizuara të shoqërisë, si nga pikpamja shëndetësore dhe nga këndvështrimi ekonomik dhe social, por dhe për të pasuruar atë dhe sugjerimet tuaja. Personat me aftësi të kufizuar jetojnë në varfëri ekstreme, me një mungesë shërbimesh të posaçme për këtë kategori njerëzish, por dhe ato që konsiderohen shërbime sociale, të cilat edhe me ligj i kanë mohuar, duke ja përcjellë këtë kompetencë pushtetit lokal, të cilave ju mungojnë jo vetëm fondet, pra pushtetit lokal ju mungojnë jo vetëm fondet, por dhe strukturat dhe kapacitetet institucionale, madje dhe ato teknike dhe profesionale për ofrimin e këtyre shërbimeve. Është një sot si të japësh një institucionin pyll, i cili nuk ka asnjë lloj aftësie. Një tjetër aspekt negativ i gjendjes së aftësisë së kufizuar ka të bëjë me përfshirjen në sistemin publik të arsimit, sidomos të verbërve dhe paraplegjikëve apo tetraplegjikëve, e cila është reduktuar në mënyrë drastike krahasuar me periudhën 12 viteve më parë. Përfaqësimi dhe përfshirja në procesin e politikbërjes është një regres i konstatuar nga të gjithë përfaqësuesit e organizatave, të cilët theksojnë se kalimi të drejtave për mbrojtjen e interesave, ofrimin e shërbimeve ka cënuar direkt, jo vetëm nivelin e mirëqenies së këtyre personave, por dhe dinjitetin e tyre dhe të familjeve të tyre. Reforma në sektorin e aftësisë së kufizuar ka pasur si synim kryesor reduktimin e shpenzimeve buxhetore për këtë grup, duke konkluduar në reduktimin e pagesave për aftësinë e kufizuar, duke i bërë kështu që pagesat sociale që jepeshin më parë për të përballuar barrierat që sjell aftësia e kufizuar, të kthehen thjesht në pagesa ekonomike për mbijetesë. Mjafton të përmendim këtu që invalidët e punës variojnë me pagesa nga 80.000 lekë të vjetra në muaj për ish invalidët e kooperativave bujqësore deri në 180.000 lekë. Po të mendojmë që në shumicën e rasteve invalidët e punës janë edhe mbajtës për familjen, pra janë kryefamiljar, imagjinoni se në çfarë gjendje ndodhen ta persona dhe familjet përkatëse. Reforma e këtij sektori ju ka hequr edhe disa të drejta financiare, sikurse ishte ajo që krahas me invaliditetin, familjet përkatëse merrin dhe ndihmën ekonomike, gjë që e gëzonin deri në fund të vitit 2013. Me reformën e re, kjo gjë ju është hequr. Në fund, për ta bërë më të plot cinizmin, ndaj këtyre shtresave mjafton të theksohet që jo pa qëllim, pagesa e invaliditetit ju kalohet pranë qendrave të punës për ato raste kur ata kanë invaliditet të pjesshëm dhe janë futur në punë, pra ju kalohet pagesa e invaliditetit pranë qendrave të punës në mënyrë që punëdhënësi t'ja u përfshi atë në pak, çka është jashtëzakonisht shumë cinik. Duke u kërkuar ndjes për pamundësinë për të ndalur në gjithë problemet që i përkasin personave me aftësi të kufizuar, unë do doja që t'ja kaloja fjalën doktor Berishës për të bërë prezantimin e programit të Partisë Demokratike për këtë fushë. Ju falenderoj. Së pari, ju falenderoj për pranimin tuaj sot këtu, përfaqësues të 10 mira, qytetarëve shqiptar me aftësi ndryshe, dhe t'u siguroj se ky program që ne kemi për ju
brenda 100 ditëve të para do të sjellë një ndryshim rrënjësor në qëndrimin e shoqërisë ndaj jush. Sot, qëndrimi i shoqërisë ndaj jush në një mënyrë ose një tjetër është një lloj bojkoti, braktisje, de facto, jo de jure, po de facto, me qëndrimet e mbajtura për bën një lloj braktisje ndaj jush. Sepse braktisja është në qoftë se ju për problemet që keni paguaj me një shumë qesharake. Në qoftë se shoqëria nuk bën çdo përpjekje për përfshirjen tuaj brenda atyre mundësive që keni në jetën normale, në punë, po të shohësh sot nga 17.000 invalid të deklaruar në gjendje pune, janë gjithsej të punësuar 300-400 prej tyre. Në administratën shtetërore që e ka për detyrim, administrata shtetërore e ka detyrim, nga 220.000 punojës, ka gjithsej 212 invalid. Kjo është një akt akuz shumë e rëndë për këtë administratë. Dhe unë garantoj ju të dashur miq se po thuaj 1/3 e rrogave që i për në administratën shtetërore janë në emigracion dhe nuk janë fare në Shqipëri, por janë emrat regjistruar dhe qeveritarët, zyrtarët ndajnë ato para njëri me tjetrin se si të marrin kur shqiptarët. Kurse ju lanë me pensione absolutisht si akt akuzë rëndë e kësaj vjedhje që bëhet. 120.000 lek pensioni është në një kohë kur shumë nga ju jeni dhe kryefamiljar, keni njerëz për të mbajtur, keni familjar për të mbajtur, si keni detyrime përveç vetes suaj, do thotë të dënosh ju me mjerim. Dhe ky është dënimi me mjerim. Se në qoftë se jep të tjetrit 150.000 lek të vjetra për të kaluar muajin me gjithë problemet që ka, ilaçet e tjerë me radhë, ai nuk e përballon dot kur jetën e tij. Ne kemi shpallur. Në Shqipëri nuk do ketë pension nën 200 euro. Në Shqipëri nuk do ketë pension nën 200 euro. Por u garantoj se pensionet për ju, pra ky minimum jetik do të tejkalohet sipas shkallës së aftësisë ndryshe, pa asnjë lloj hezitimi. Ju siguroj se për secilin qytetar me aftësi ndryshe, që është kryefamiljar, që mban familje,
familjarët e tij do të trajtohen me minimumin jetik. Nuk do mund të bëj kush korrupsion mbi ju. Shikoni çfarë gjallëzie kanë bërë këta apo jo, që se ka kërkush. Ligji që parashikon përmbushje me nevojave tuaja, ai ligj nuk thot për qytetarët me aftësi ndryshe, por thot edhe për qytetarët me aftësi ndryshe. Do më thanë të lëshoj lukunia tjetër mbi to dhe ç'të mbetet për ju pastaj. E çfarë do thot kjo edhe për qytetarët me aftësi ndryshe? Por ne për qëllimin do ta kemi në radhë parë, po të vijë puna për këtë grup të shoqërisë, aty do të jetë i gjithë përqendrimi, se aty është dhe prova e njerëzisë, prova e humanizmit, prova e bamirësisë, që s'është bamirësi, është detyrim madhor. Ne do bëjmë gjithë shka për riabilitimin. E kam theksoj, ky është një sektor mungestar në Shqipëri. Dhe ju siguroj se investimet më serioze do të bëhen në sektorin e riabilitimit, në mënyrë që secili qytetar me aftësi ndryshe të mund të zhvillojë, të përmirësojë aftësitë e tij, të ushtrohet dhe të riabilitohet. Riabilitimi këtu është pothuaj inekzistent, ose kur po të duash që ta marrësh, është shumë i kushtueshëm dhe nuk përballohet. Ne nuk jemi ende një vend i pasur, por ne jemi, ja u them unë ju, me garancinë më të madhe, me vërtetësinë më të madhe, se ne jemi një vend i cili në rast se përdoron me transparencë dhe me drejtësi buxhetin e vet, nuk mund të ketë asnjë shqiptar në gjendje mjerimi, në gjendje varfërie të skajshme. Jo. Sepse qeveria disponon çdo vit të ardhurat që mbledh nga qytetarët, ato janë taksa. Dhe ajo duhet t'i shpërndaj ato me drejtësi. Se cila është drejtësia e kësaj qeverie në shpërndarjen e të ardhurave, unë do jap ju vetëm një shembull. Këtë vit ishin 8 miliard buxheti, më i madhi. Po, më i madhi ishte, ja u them dhe unë, sepse ky ka filozofinë e taksave të larta, ky vendos taksa në çdo gjë. Ne nuk kemi atë filozofi. Jo, ne nuk vendosim taksa në çdo gjë, në asnjë mënyrë. Ne kemi të krejt tjetër filozofi. Ne mendojmë që qytetari duhet t'i japi mundësi të marrë frymëlirisht, të zgjerojë vëmendarinë e tij, të punsojë, dhe ky është rruga drejt mirëqenies. Sa më shumë punsohen, sa më shumë rriten rrogat. Por ky 8 miliard dollar, 8 miliard euro. Dhe pati çfarë ti thuash? Thoni çdo epitet mund t'i vini. La për 760.000 pensionistë, gjithsej 16 milion dollar, euro. 16 milion euro
për më shumë se 1/3 e popullatës. Shumë e tepër. Si mundet njeri, kush mundet kështu? Mundet ai që ka sy por nuk shikon, se sytë e mendjes ja ka bllokuar luksi, ja ka bllokuar mashtrimi, ja kanë bllokuar hajnia. Si mundet ai që t'u jap pensionistëve 16 milion euro dhe të thotë se po vura më shumë bjen katastrofë. Kolegu i tij në Prishtinë u lën pensionistëve 6 herë më shumë, 100 milion euro. 100 milion euro. Dhe i merr nga buxheti. Nuk u thot pensionistëve se ju e keni fondin e pensioneve kaq dhe unë, atë do mirëni. Jo, ma i fond pensionesh është aq, sepse këto kanë qenë rrogat e tyre, kanë qenë rrogat pa drejta, kanë qenë rrogat vogla për kushtet tjera. Pra i ka arsye, ka 1000, ja u them ju, ka 1000 arsye morale, por dhe ligjore, që nga buxheti të kalojnë para për ju, për të rritur pensionet. Pa diskutim. Po mund të rri invalidi, mund të rri person me aftësi të ndryshe me 120.000 lek, 14.000 lek pensionit. Kur nuk mund të rri. Kjo është një cinizëm, pa shpirtësi. Dhe kjo në rëfund. Dhe u them unë ju që ajo paketa e dhimbshurisë, ja ku ja u them ju sot. Ajo paketa e dhimbshurisë do filloj me ju, në të partë me ju. Ajo paket do t'u jap përgjigjen rreth parë çështjeve kryesore tuaja. Rreth parë pensioneve dinjitose. Rreth parë e kam thënë dhe e them, shteti do përballojë të gjitha llojet e shpenzimeve që duhet të kompensoni për aftësi ndryshe. Të gjitha. Shteti do bëjë gjithçka që ju të mund të angazhohi me aq sa e keni mundësinë në punë, të lehtësoj sa më shumë ju dhe familjet tuaja. Ai fondacioni që është ngritur për të marrë nga xhepi ato që jap, se këta kështu e ka. Këta edhe për fermerët japin 56 milion dhe marrin për vete 30 milion për rroga. Dhe u lanë gjithë fermerëve të Shqipërisë 30 milion. Në pak se 30 milion. Edhe këtu. Të njëjtin qendrim mbajnë. Lista e ilaçeve. Unë e kam premtuar zyrtarisht dhe solemnisht do të jetë identike me listën e ilaçeve të rubrikës italiane. Do ta marrim, ta përkthejmë fjalë për fjalë dhe në Shqipëri nuk do shitet kur ilaç që nuk shitet në 2 vendet Bashkimit Evropian. Pra ilaç që nuk e ka miratuar enti Evropian i cilësisë dhe i kontrollit të ilaçeve. Dhe lista e rimbursimit, thash pra, do jetë ajo listë që zbaton sot rubrika italiane. Ne nuk kemi të pasur si ata, por në disa gjëra ne do barazohemi. Barazohemi në qëndrimin ndaj të smurëve, në qëndrimin ndaj njerëz me aftësi të kufizuar, po edhe për qytetarët e tjerë kur të vi puna, nuk mund të marrë ilaçe që s'u japin asnjë efekt, ilaçe të Vilmanushit. Shikoni. E Tomdoshit, bravo. Shikoni ju tani. Çfarë bën ajo? Ka përjashtuar pensionistët nga check-upi. Po nëse check-upi, ju them unë, ta dini, nuk e bën asnjë vend. Nuk ka vlerë.
ta bësh për, se këta e bëjnë për mosha në pension. Do ta ketë efekt. Bëjau pensionistët atë. Dhe ne do bëjmë pensionist, falas, analizat e përgjithshme 2 herë në vit, çdo pensionist që dëshiroj, jo me detyrim, po që dëshiroj do ketë mundësi t'i bëjë të kontrollojë shtetin e tij. Pra, nuk do mund diskutohet më çështja e karrocave, çështja e mjetëve tjera që u duhen ju. Sot është një situatë absurde. Unë njoh një mik, dhe ai merr nga jashtë disa mjetë, ka kryer një operacion që i duhen atij për jetesën e përditshme. Ati i marrin në dogan 140% të çmimit me cilin i blen në Francë këto mjete. Pra, në qoftë se i blen në Francë 100 euro, paguan në dogan në Shqipërisë 140 euro. Dhe çfarë janë ato? Ato janë mjetet më të domosdoshme për njëri që ka bërë një operacion të një lloji të caktuar. Në fund ky absurditet. Këta janë shu si lukuni, ku e ku, të zgrapin qytetarëve, të marrin qytetarëve, dhe për vete vjellin dhe vetëm vjellin. Për vete nuk janë çmend mas luksit. Nuk ka qeveritar, nuk shef ku. Shifni. Qenja zyrtar kërkon të respektosh një kod të caktuar, dhe ky kod është përgjegjësia e qytetarëve. Qenja zyrtar nuk pranon që ti jesh një i çmendur mbas luksit. Jo, absolutisht, ja u them unë ju. Kudo shihni ju, ministra, ka një kod. Por çfarë të thush atyre? Ato bëjnë garë, mor. Ato bëjnë garë me rrobat më të kushtueshme, sikur janë princesha, dhe i kanë private ato para, me aksesorët më të kushtueshëm, sepse del që kryeministri i tyre pranon orë 500 milion euro dhurat. Atëherë, dhe thotë se këta hanë dardha këta. Po si janë nga dardha këta? Kur ti pranon orën me diamante 500.000 euro, atër edhe ato thonë, edhe ne po marim çantat 30.000 euro apo 40.000 euro me radhë njësës. Unë po nalem këtu se luksi për zyrtarët është i papranueshëm. Një zyrtar nuk elshon vetëm mas luksit, se po elshoj vetëm mas luksit, elshon vetëm mas dorës. Vjedh. Pranon dhurata super të shtrenjta për të bërë favore, pastaj për të përdorur pushtetin dhe për të dhënë leje ndërtimi, për të dhënë licenca, për të dhënë, kështu që në këtë mes 11 maj është një ditë përcaktuese, është një ditë vendimtare. Ndaj dhe ju ftoj të bëni çfarë keni në dorë me njohuri dhe të afërmit tuaj, brenda dhe jashtë vendit, që të votojmë për të nda me këtë të keqe të madhe. E them me bindjen më të madhe se kjo është një keqje e madhe. Kjo po e zbraz Shqipërinë. Kjo po i braktis qytetar, po që në momentin që ti, kryeministër, i lejon vetës nga 8 miliard euro të lash për 760.000 vetë, 16 milion, po ja pra pse ka shku, pse në Malzi
pensioni nga viti 2013 që ishte 138 euro, ka arrit në 450 euro. Japsa rrit 3 fish edhe në Maqedoni, edhe në Serbi. Japsa është më i lartë në Kosovë, qartësisht më i lartë në Kosovë se në Shqipëri, sepse s'ka kryeministër që bën këtë që bën ky. E mendon që këto para janë, duhet kthyer qytetarëve, duhet kthyer rroga, duhet kthyer pensione, duhet kthyer shërbime. Dhe ju siguroj se do plotësojmë çdo kërkesë legjitime, ligjin do e riamendojmë së bashku me ju. Ai që i ka vënë atë edhe invalidët, ai ka dëshmuar se është një hajdut me ligjin, se përdor ligjet për të vjedhur dhe fondet tuaja, në vend se ato të ishin vetëm për invalidët. Ky do të ishte përcaktimi, se ky është përcaktimi kudo, po këta gjejnë edhe këtë mënyrë, Edi Rama gjen dhe thotë edhe invalidët. Ju falënderoj dhe ju ftoj që programin, çfarëdo kërkesa, probleme që ju shqetësojnë dhe ju kërkoni të adresohen, ti paraqisni departamentin, që unë e falënderoj shumë për punën që ka bërë dhe bën, dhe ju siguroj se ato 100 ditë e para do marrin përgjigje, ju do jeni përparësia më e parë në paketën e dhimbshërisë. Ne atë paketë kemi. Përshëndetje zoti Berisha, përshëndetje të gjithë. Unë jam Jonit Ferrati, presidenti i Shoqatës së Verbërve të Shqipërisë. Në fakt, në diskutimin e hapës të zotit Sulka dhe po ashtu në diskutimin e zoti Berisha, ushtruan disa nga çështjet. Unë do doja të ndalesha në 2 aspekte kryesore, edhe pse janë shumë, por që pagesat e aftësisë kufizuar fatkeqësisht kanë filluar në disa grupe që të shndrohen dhe të marrin karakter ekonomik. Fatmirësisht për ne të verbit akoma nuk është bërë një hap i tillë, dhe pse këto pagesa kursesi nuk do duhej që të marrin për askënd dhe për asnjë lloj komunitetit aftësisë kufizuar në tërësi karakter ekonomik, sepse këto në gjithë Europën, në gjithë botën me standard flasim, janë pagesa të cilat kanë për qëllim shanse të barabarta dhe integrimin në shoqëri. Kështu që unë do doja të kërkoja sot publikisht zotimin tuaj që nëse do vini në qeveri, këto pagesa do të kujdeseni që të mos marrin karakter ekonomik dhe po ashtu të pësojnë një rritje, sepse duke marrë parasysh faktin që nga viti 2009 janë pagesa të cilat nuk kanë pësuar më asnjë rritje. Të vëndë kanë marrë parasysh që ka patur rritje vetëm në aspektin e indeksimit. Po ashtu një çështje tjetër e rëndësishme është çështja e shërbimeve të posaçme ose shërbimeve të specializuara. Këto shërbime në gjithë botën me standard sërish janë shërbime që ofrohen nga qendra specifike, sikurse është dhe qendra kombëtare e riabilitimit të verbërve. Që nga fundi viti 2013, pra që nga fillimi viti 2014 e këtej, këto shërbime janë zero, pra shërbimet për të verbit sot janë inexistente. Ka qenë më parë, edhe pse ka filluar realisht ofrimi i shërbimeve, nga një qeveri e kaluar që në 2004, nga qeveria Nano, është mbështetur nga ju gjatë kohës që kemi qenë në qeverisje dhe shërbimet për të verbit janë ofruar. Në atë moment kur është inauguruar qendra kombëtare e riabilitimit të verbërve, që shërbimet do duhej që të merrnin një tjetër standard, në atë moment këto shërbime u ndërpren. Fatkeqësisht këto ndërpren fare të politikave të mbrapshta që u ndoq nga ministri asaj kohe,
ka qenë zoti Velie me bërjen e ligjit 93/2014, duke u bërë një përkthim i gabruar i Konventit të Kombeve të Bashkuara dhe nga organizatat e personave me aftësi të kufizuar në atë konvent të ratifikuar të përkthyer gabim u shkruar organizatat për personat me aftësi të kufizuar. Duke bërë këtë shndërrim, atëherë në vitin 2016 ligji i shërbimeve i filloi shërbimet me projekte dhe me tenderim. Pse do duhej që shoqata e verbërve të Shqipërisë, Qendra Kombëtare e Riabilitimit të Verbërve, të aplikonte kur në Shqipëri asnjë bashki, asnjë qark apo asnjë organizatë tjetër të paktën shërbimet për të verbrin e ka të pamundur t'i ofrojë. Këto janë qëllime dhe arsye që në konceptin ton bëhen për çështje klienteliste, sepse pse duhej të tenderohen shërbimet ku mundësim për të ofruar e ka vetëm Qendra Kombëtare e Riabilitimit të Verbërve. Këtë e ka treguar edhe koha, dhe pse ky ligj është miratuar që në 2016, sot jemi me 0 shërbime sepse si kanë ashtu siç zoti Sulli ka thënë hapje, as bashkit, as qarqet mundësi për diçka të tillë. Atëherë të aplikosh e para do të thotë që nuk ka qëndrueshmëri. E dyta do të thotë që ti ke një aplikim për të bërë, ke një fond për të marrë, ke një shërbim për të ofruar, do të thotë mos ndosh dot më drejtat e tua, sepse kur do ta jap, kur do mos ta jap. Kështu që unë për këto dy çështje të paktën që ne i konsiderojmë madhore, pagesa e aftësisë kufizuar, mos marrë karakter ekonomik, gjithashtu të pësojë dhe një rritje të konsiderueshme për të qenë vërtet një mundësi për shanset barabarta dhe integrim në shoqëri, dhe po ashtu shërbimet të ofrohen me filozofinë që janë ofruar deri në 2013. Faleminderit. Unë quhem Mark Zefi, sekretari i përgjithshëm i shoqatës së invalidëve të punës. Doktor, përshëndetje. Faleminderit shumë për takimin që keni menduar për shtresën tonë. Dhe besimi jonë është tek juve, për arsye se edhe specialiteti juaj është mjek, kështu që ju do bëni gjithçka për vete. Besimi është shumë. Tani me invalidët e punës të Shqipërisë jemi rreth 70.000. Dhe mosha mesatare është 48.2, me një përbërje familjare 4 deri në 5 frymë. 68% e invalidëve të punës janë krye-familjarë, 8 janë burra, 8% janë burra e gra invalide, 10 janë burra të divorcuar nga familjet vetëm për shkak të invaliditetit. Invalidët e plot janë 53.000 në shkallë republike, me një pension mesatar 14.607 lek në muaj, plus 3.300 lek në ndihmë pasi që ka vlerën 17.907 lek. Invalidët e pjetëshëm, që u citua dhe në materialin tuaj, janë 16.000 që janë me të drejt pune, që marrin një pension mesatar 7.303 lek, me plus 2.200 lek në ndihmë pasi, 9.500 lek. Ja pra, diskriminimi që është, ose paga ose pensionin që marrin 9.500 lek, që i takon 300 lek në ditë, që e shumë e papranueshme. Invalidët e ish kooperativa bujësore kemi 2.100 me një pension mesatar 5.860 lek në muaj, plus 2.200 lek në ndihmë pasi me 8.060 lek në muaj. Shpenzimet mujore të detyrueshme që duhet të përmbëjë një familje invalidit punës. Pagesa mujore në qisë elektrike mesatarisht 4.270 lek. Pagesa mujore për ujë 1.390. Pagesa mujore telefonit 1.430. Pagesa mujore për bukë me një familje 4 deri 5 persona është 11.600 lek. Pagesa mujore për ushqimet detyrueshme të shportit 12.300 lek. Pagesa mujore për medikamente për invalidin 4.820 lek. Pagesa për tarifat të ndryshme tek bashki, taksa të tjera 4.100 lek. Shuma mujore e pagesës është 39.730 lek. Nërsa pensioni është
17.709 lekë. Ja çfarë diskriminimi ka këtu në mes. Domethënë, detyrimisht do hajmë, do jetojmë, pse ku do i marrim, dihet që besimi është tek juve, tek ndryshimi i qeverisë. Nuk duhet të barazohen apo të trajtohen invalidët e punës me pensionista. Invalidët e punës kanë detyrim edhe për familjen, ashtu siç e citoi doktori. Pensioni i invalidit të punës nuk është për të mbajtur familjen me bukë. Pensioni është për humbjen e paaftësisë se invalidi, pensioni është individual. Nuk zbatohet statuti i invalidit të punës si në transport, në përjashtimin e taksave. Deri në vitin 2012 ose 2013, kur është dorëzuar, ne kemi qenë përjashtuar nga taksa. Tani na është vendosur taksa nga një ish ministër financave që zotrujna. Në lidhje me aksidentet dhe smundjet profesionale ku dalin në pension pensioneri, nuk ju bëhet për llogaritja zoti Kastriot. Domethënë llogaritet me 70%. Si ti llogaritet një invalidi me 70% me një pensionisti që del pension, kur aja është i aksidentuar punë, pra duhet përqindja atu t'jetë me lartë, mendoj që duhet shkruhet te programi. Sepse aja është invalid dhe trajtohet me një paaftësi dhe kur del në pension pleqëriet, i bëhet për llogaritja me pensioni 70% të invalidit të pensionistit. Mendojmë, përfshihet në program. E tha shumë mirë doktori, është e vërtet, fakti gjallë, që deri vitin 2013 ne jena trajtuar me ndihmë ekonomike. U bë e ligji si u bë, ne u hoqëm, domethënë ishte që mund të përjashtojë ishte 5 fryma dhe u hiqte një dhe trajtohej me ndihmë ekonomike 4 persona. Tani trajtohet asnjë, veç pa jetot invalid ke pensionin. Po pensionin unë e kam për të marrë si doktori, po familja, po fëmia, po veshja, po të shkosh diku. Ja është diçka, një diskriminim që na është bërë është i papranueshëm. Deri në vitin 2000, para vitit 2000 kemi marrë 600 litra benzinë dhe 16 litra vaj për invalidët e punës që kanë u jepet e drejta makinës. Sot marrën 100.000 lekë, po ta llogarisë ta konvertosh, nuk i takon kur farë lloj rritje vetëm regres. E thash pak me lak, tek taksa, ne paguajmë taks ndërtese, taks pasurie. Deri 2013 kena qenë përjashtuar dhe janë 2 udhëzimet ministrisë të financave të qeverisë Berisha, 2 të ministrisë financave dhe ministrisë transportit që jemi përjashtuar. Me ardhmën e atij refugjati, u futën në nacion, ajo që tha doktori që tarif shërbimi tek bashkia dhe venos bashkia taksën në ndërtesës dhe që të përjashtohesh ne dhe të invalidëve të punës jemi diskriminuar, përjashtohen ata që janë me ndihmë ekonomike, që trajtohen me ndihmë ekonomike, ndërsa ne që jemi invalid pune nuk përjashtohemi. Domethënë diçka që është e palogjikshme. E tha shumë mirë doktori, ne kemi të dhëna për 16.000 invalid që janë të pjesëshëm me drejt pune, 210 janë në ndërmarrje në sektorin shtetëror, kur ligji e përcakton në 25 të punësuar, një duhet të jetë invalid. Dhe çfarë qeveria ka pas bërë atë kohë deri vitin 2013? Atë i kompensonte dhe sigurimin shoqëror. Ndërsa tek firmat private janë 242, të cilat atë 2 orëshin qeshtu, ja qojnë atje e diskriminojnë, nuk ja qojnë të posta ta marrë i ndarë, por ja dërgojnë të atje dhe ai financierë si diçka, talët dhe lunë me identitetin tonë si invalid. Diçka, doktor, që jemi vetëm një vend në rajon që nuk kemi oficinë ortopedike për protezat të poshtme dhe apo të sipër ose karroza tjera. Është tek spitali ushtarak, do fond të shkojnë, ne s'dim gjë, transparencë nuk ka dhe jemi detyruar t'i bëjmë për oficina private. Për shembull, unë kam protezë.
Dhe kjo është e barabartë me një pension të një viti. Mund të bëjë 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet. Unë shkoj e bajte një oficinë në Pogradec, Gjermane, nuk di sa të them, domethënë shumë e papranueshme. Mendoj që qeveria, ardha juaj në pushtet, do ta ketë në qendrat e vëmendjes që të ketë, siç e tha zotëria për specialitetet, se nuk mund të jetë një i smur aksidentalisht që ndodhi smuni, një që ka smuni të bashkueshme dhe të duhet ashtu. Ribursimi i ilaçeve e përmend edhe unë isha ta them që ne marrim ilaçet e kategorisë 3. Ajo që thatë ju do të ishte jashtëzakonshme për ne. Dhe ato që i marrim, do të thënë më shumë të smurin se sa të kurojnë. Pra, detyrimisht duhet që ilaçet na jepen siç përdoren nga Bashkimi Evropian, pasi si thatë ju edhe zonja që jo ilaçet të këtyre që rrezikojnë më shumë të smurin se sa të shërojnë. Sjellin nga Bangladeshi. Ju faleminderit, më falni se zgjata qi, dhe ju përshëndes. Përshëndetje, doktor Berisha, më vjen mirë që flasim me ju. Ne invalid të punës, si që tha edhe vetë, jemi të targuar, të diskriminuar, duke mos përsërit të llafet e kolegëve që folën, dhe foli 2 gjëra. Ne, si që shektu, një 20% jemi punëtor minjere, ku jam me 7 diagnoza, që mu 300.000 lek nuk më dalin ilaçe në muj, mu dhe kolegëve të mi, ato që kemi pas në kohën në 2013, dhe në 2013, ku mërshim ato amërësuja të invaliditetin, po, edhe 150 lek për bukën, 300 lek për kompesimet, ato si në kohën 2006 ose në 91, edhe dhe i tani me këto çmime që kanë vajtur, a ka unë nuk e di se çfarë llogaritje ka bërë kjo qeveria që është sot, për shembull. Ne përfundimisht jemi diskriminuar. Dhe isha doktor Berisha të qaj një hall tjetër, ne kërkojmë statusin e minatorit se na kanë diskriminuar, na kanë dhënë një supliment, edhe thot, e kemi dhënë status të minatorit. Çfarë status minatori është ai? Po pra, 1% o suplimente. Edhe të përshëndes, doktor Berisha, faleminderit shumë që ka Përshëndetje, doktor Berisha. Faleminderit që je sot për të që hallet tonë. Me përjashtimin tuaj ku ishit ju, që kemi pas rritje, masi e ka marrë ky, s'kemi pas asnjë rritje. Dhe gjë më e shumtuar që ka bërë ky është kjo, që vendimi për rritje, ose indeksim, duhet fillojë me 1 janar, jo 1 i ashtu 10. Dhe me thani bje 10 muaj, 700 sa janë ta, tua mash, mos tua hapsh për 10 muaj. E në thonë 8 milion euro i ka shonë port dulce, dhe dhite ku i ka quaj. Kjo e parë. E është të dyta, është kjo që në kohën të uj, ne që ishim në
kishin në këtë grupin, e meshim 120.000 lekë për kujdestari. Sot e ka bërë 20.000 lekë. Në përqindje të asaj, e ka bërë 20. Tash që mund të shërbëj unë bashkëshortës time me 20.000 lekë 2 vjetra. Më thuj ti tjerë të mu. E the shumë bukur që do të fusën punë ne që jemi me grupë kështu. Unë isha në punë dhe shumë në gjorë në ta. Në 2018 më pushohen nga puna për agitacion propagandë. Më thëshë mu mos foj. Edhe në vend të inxhinierëve morën njerëz pa shkollë, berber, karrocerë etj. Edhe gjë më shumtuar e këtij vendit është kjo, që unë di pak nga historia botërore. George Washington, që drejtoi luftën dhe drejtoi SBA-n për dy legjislatura, kur i thanë do të zgjidhesh për herë tretë kur, më tha. Pse? Tha edhe nëse je i suksesshëm në pushtet, tu hapëm misionin brezave që vinë, që mos të bëjnë të mërzitshëm. Ky piktor që nuk ka ku në Europë, vjen këtu dhe kërkon mandat 4. Në një kohë që me pension 30 euro, si mund shkosh në BE ti? Një kohë që BE nuk ka pension në 1.000 euro, i dashur. Të janë paka shumë doktori. Falenderoj për ardhjes. Përshëndetje doktor Berisha, ju faleminderit për të gjithë programin tuaj kaq të qartë e të mrekullueshëm për këtë shtresë. Unë quhem Fatos Dervishi, banor njësisë numër 3. Fjalët që thash shokt, unë nuk do t'i përsëris më. Unë do të parashtoj 2 apo 3 pika tjera. E para, nuk mund të kesh dinjitet pas ekonomit mjaftueshme, normale. E dyta, unë vetë për këtë problem që do ngrej, tani nuk bëj pjesë të kjo. Por, me qëse jam antar të shoqata e berberve, do të thoja që ne kemi shumë aty nga antar të tillë njerëz që janë të lindur. Janë të verbër të lindur. Dhe kjo stres jeton vetëm me lekët që merr nga verbëria. E të mërshme, shumë e të mërshme, si mund të jetosh në këtë ditë, me këtë shpime, me vetëm 120.000 lekë të vjetra, dhe për këte unë do të ju dërgoja një mesazh që edhe pse si jam vetë pjesë e kësaj, antarët cilët janë grupi parë të lindur, të verbër, po dhe çdo kategorie tjetër, unë do të thoja që këtyre të futet në programin tuaj, që keni një program sinqerisht të mrekullueshëm, se unë i dëgjoj gjithë programet e partive politike. Kështu që do thoja që të futet në program që kjo stres të paguhet me një pension tjetër të paktën minimal. Të paktën ai 200 euro që ju shtroni që do të jetë minimumi jetik. Dhe kjo, unë besoj se dhe këta do t'i kënaqi, paktën nëse sinqerisht si stan dhe shokët, pjesa më e madhe janë krye familjarë. Dhe vete me pensionin e verbrisë, që ajo është nim për vete personale, nuk mund të jetohet. Prandaj do t'ju thojë që ta shtoni në programin tuaj këtë pikë. Që dhe këta të kenë dignitetin për të jetuar normal me ekonomin aq sa funde. Dhe tjetër, unë personalisht ndjek shumë programin e partisë e gjithë partive. Por, programët mirë se ky, i kësaj radhe s'kisha dëgjuar asnjëherë.
Ky është një program që na jep shpresë, na bën që të besojmë, dhe mbi të gjitha, unë besoj që do të zbatohet. Dhe kur të zbatohet, jam i bindur që dhe kjo shtresë do ta ndjej më shumë i qenën e tyre. Prandaj, kënaqësi shumë kënaqësi për sidomos për rikthimin tuaj në këto kohë të vështira, kur për të qenë të vërtet, po shkonte keq e më keq demokracia. Sot, gjithçka ka ndryshuar. Ka ndryshuar për të mirë, që nga folklorja. E këtej, se si zhdukej, njëri i pavesh, në radhët e kësaj partije, si Lut Basha, por është kiste poshtë më poshtë, por sot ne jemi, ne, persona si kufizuar, jemi gati 170.000. 170.000 persona. Po ne hiç nga një njeri të ta marrim për krau dhe shkojmë 320.000 votues. Dhe unë i bëj thirrje të gjithë këta shtrese të kujtojnë bashkëzinë 12 vjeçare çfarë na ka bërë ky kryeministër. Ky UFO, ose unë ja kam vënë emrin kryeministri UFO, që është lubi, vetëm do të grabisje të vjedhi. E kështu që ato epitete që ai vend gjithanej, unë do të thoja që nga sot i vendosim epitetin UFO hajdut. Kryeministri hajdut. Është e papranueshme që ne të besojmë apo të shkojmë mas një njeriu që si për mendimin tim ai nuk e njeh ekonominë. Unë nuk e di si ka ardhur në vend pune ai. Ai është një vend pune që duhet ta bëjnë njerëzit e dur. Edhe më bën përshtypje. Si ka mundësi more? Ku shkon në takime njerëzit, ai flet budallallë që njerëzit qeshin dur trokasin. Si mbrojnë dignitetin e vet, si shkojnë dur trokasin për një të çmendur, për një të smur, për një psiqik. Kjo është çudi. Prandaj atë ta ofendosh e ka pak. Kur ai na diskriminon ne gjithë të njerëz këtu, që edhe gjithmonë vetë diskriminim ta, dhe thot kush ka këta që janë këtu, që ai i don persona si fizuar. Jo, nuk i don. I duket sigurisht i paguar me pronë e babës vet. Prandaj, edhe një herë thirrje, ne që jemi këtu, dhe ju lutem shumë persona si kufizuar, mos e çoni votën tonë. Vota për Shqipërinë madhështore. Të përshëndes shumë, zoti Berisha, të përshëndes shumë dhe shpresën dhe besimin ke ju. Ju faleminderit. Ju falenderoj shumë për ndërhyrjet që bë. Do të dëshoja që këto diskutime që bëhet sot të mund t'i ndigjonte çdo shqiptar me zemër. Me zemër. Për të kuptuar atë që hajde urë. Mirë se erdhe. Për të kuptuar atë që thash me shumë keqardhje në fillim, se ju jeni njerëzit më të praktikisur të këtij vendi. Për të ndëgjuar se si kjo qeveri, një kuadër ligjor dhe trajtimi kuadër fillestare që unë atë, që kishim vendosur ne. A ishte fillestar dhe a ishte për të ndërtuar. Se si dhe atë e zhdukën, e reduktuan, e zvogluan dhe ignoruan. Ju ignoruan ju. Qofse mendon jetesën e një njeriu që ka lindur në shikim të humbur,
me 120.000 lekë në muaj, faktikisht ti e lën atë në mëshirë të fatit. Ti e lën atë në mëshirë të fatit. Ju e bët shumë drejt, zoti kryetar, për llogaritjen e familjes, të cilës me laps në dorë, me lapsin tuaj, me shumë të drejtë, i duheshin 390.000 lekë për një jetë minimale, normale. Janë absolutisht të vërteta këto që shkruaj. Po, 100%. Kur kam thënë minimum jetik 200 euro, kam patur parasysh minimum jetik për person. Për person. Dhe, por, përveç kësaj, ne parashikojmë edhe disa lehtësira tjera. Ne parashikojmë që ushqimet të blihen pa taksa nga ju. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që do dorëzohen faturat e ushqimeve të blera dhe do merren 20% i çmimit dhe që përbën 450 euro në vit. Përbën me pensionet e sotme, përbën 3 pensione, po thuj. Dhe më shumë. Ju shtrohet me shumë të drejtë të kërkosh pagesa, të vesh taksa mbi ju, është jo vetëm e kundërligjshme, që s'ka asnjë bazë ligjore, por është absolutisht amorale, gjërë në fund. Të rëndosh një person me aftësi ndryshe me taksa një lloj si atë që ka aftësitë normale, këtë nuk mund ta bësh normalisht kur. Dhe ju garantoj që ato pagesa që bëni do të hiqen. Absolutisht. Dhe vetëm do të hiqen ato. Por qeveria, kompanive private që do të punësojnë qytetarë me aftësi ndryshe, atyre do u paguaj sigurimet shoqërore. Qeveria do të detyrojë të gjitha institucionet në kuotën që ju thatë. Aq është ligji. Në 25 punojës, një do ta kenë. Dhe do ta bëjnë. Do ta bëjnë se është një test i fuqishëm edhe i jo vetëm i ligjit, i zbatimit të ligjit, po dhe i humanizmit të shoqërisë, i qëndrim i dhëmshurisë së shoqërisë. Një shoqëri që shkon duke ignoruar anëtarët e saj, duke mos pyetur se çfarë ndodh me ta, nuk ka të ardhme. Gënjen veten, po të ardhme nuk ka. Ja u them unë. Se morali është themeli i çdo zhvillimi. Ju thoni, e kanë zbritur 120 litra naftën. 100.000 lekë. Dhe 100.000 lekë. A e dini ju që të gjitha këto jahtet luksoze që i shtrojnë nga një drek apo një darkë e dirams, vinë dhe marrin me çmimin 500 lekë 1.500.000 gjerë 1 milion litra naftë. Me çmimin, ju e bleni këtu 1.800 lekë. Ata vinë e marrën aty me 500 lekë, 50 lekë do më thënë. Se janë pak ata, kanë pak e djetë, miliardierë. Dhe thot, po shumë e bukur, se po në nderojnë që po vinë s'këna bëjnë reklam, që reklamin a bëjnë mërë?
Shindërojnë, merë 1 milion litra naftë dhe lenë fermerët me të punojnë me parlament. Po që se vjen mirë se erdhë, shtoj unë një drekë. S'ka vlojë më shtu t'ju drekë. Shtoj unë një drekë me se erdhë, po naftën s'mund të e me 50 lekë, nuk e kam timin unë atë. Naftën e kam është e bledh me para qytetarëve, është e pa imagjinueshme. Pra, merrni me mend se çfarë shpirti kanë. Heqin ju naftën edhe e çojnë tek miliardierët. Nuk do keni lidhur me qenën kombëtare të personave, po, absolutisht do ketë administrimin më transparent që do vendosin bashkërisht. Bashkërisht. Nuk ka. Po, fani, edhe njerë, këte program do të shkruani ju. Kjo është projekti që kemi paraqitur, por unë gjerë tani nuk ndigjova asnjë teprim, asnjë kërkesë abuzive nga ju, përveç se kërkesat më minimale për bjetes, e thatë bukur, po. Dhe që janë, po, pasaj, pa tjetër, dhe që janë 100% të mundshme për të realizuar. Dhe që janë 100% mundshme për të realizuar pa cenur asë një qytetar tjetër, asë kërkëm. Këtu të dashur miq, ka një vjedhje të papërmbajtur, ju s'mund ta imagjinoni. Kur kryeministri hap shishën 33.000 euro, ju garantoj se herë e parë në jetën time që ndigjoj se një kryeministër hap shishë 33.000 euro. Nuk hap kryeministri shishë. Ja u thash dhe njëherë. Nuk e hap. Princat hapin, se i kanë pasurit ata, i kanë, po kryeministrat jo, nuk hapin shishë 33.000. Nuk blejnë kryeministrat. Asnjë kryeministër, kam qenë në gjitha kancelarit të mëdha, në shtëpi bardhë dhe kancelarin gjermane, në Elize dhe në çdo kancelari të madhe, në Japoni, në Pallatin Imperial, dhe nuk kam pakurru kopsht Edeni 5 milion euro me peshqi egzotik dhe me instalacione për të knaqur këtë njeri që shumë epitete mund t'i vesh, por nuk po ndalem në to, vesh se i gjë do them, njeri që në shpirt e ti nuk ka pikën e njerëzis. Dhe qarë bën tani ai? Qarë po bën tani? Tani, duke ditur që ju ka ignoruar totalisht, jo vetëm ju, dhe qytetarë, se thash, të ulesh në dovolinë si kryeministër me 8 miliard për para, dhe kryeministri ndanë buxhetin. Ja u them unë ju, kur ministrat mund të kenë pikpamje të ndryshme, po përgjegjësinë kryesore e ka kryeministri. Edhe për ndarjen, edhe për zbatimin e përdorimit të tij. E ka kryeministri. Janë paratë të qytetarëve ato. E ndanë dhe thotë se po la 16 milion për 760.000 pensionistë, dhe se po të bëhet ajo që thotë ky, bjem në huner. Pastaj kthehet dhe kopjon programin. Kur i thonë që orë po thonë pensionistës, qa bëjë kështu, më thapë. Po kjo tregon atë mendësinë e tij, tregon edhe shpirtin e tij. Se s'mund dhe prosh në këtë mënyrë. Si mund të atosh të një lloj njeriu me aftësi ndryshe me tjetrin? Çfarë mund bësh ashtu? Çfarë pagese kujdesi që nga 20.000 lekë, pa më thoni ju mua? Nga 120 që ishte në kohë. Kur do?
urdhoni. Kjo është, ky ndoqi këtë pra, ky ndoqi ikni, kjo është të dohan gjeni rrugë ku doni ikni. S'ka thirrjes të një shqirëzi dhe u siguroj një gjë u garantoj, që programi juaj në mënyrë absolute do të zbatohet 100%. Dhe kuadri i zbatimit të tij do të jetë kuadri, do të jetë i pari i paketës dhimbshurisë. Dhe paketa dhimbshurisë do jetë 3 muajt e parë. Do zbatohet 100 ditë e parë. Por ajo do filloj me ju. Ajo do filloj me ju. E thot ajo ka, kur mos harrojmë. Ne kemi projekte Shqipërisë madhështore, por Mahatma Gandhi e ka lënë të pavdekshme thanjen që madhështia një kombi provohet me qëndrimin që mban ndaj antarëve të tij në nevojë. Ndaj antarëve të tij në nevojë. Nuk provohet nga të tjera, marrës gjithësh nga ky është remedi. Jemi një fushat elektorale, natyrisht normale, që në këtë fushat forcat politike të hartojnë programin, të paraqesin programin, dhe ne jemi shumë mirënjohës për gjitha diskutimet që bënë. Shikoni çfarë bën. Çdo ditë në një përqeshje për qytetarët shqiptar, sigur ata s'kan halle, sigur ata s'kan probleme, merret me zhapi, merret me kneten, merret me bufin, merret me këtë, merret me atë, dhe merret me lulin, fut dhe lulin valle, braven, hajtë bëjmë pak storja bashkë, kështu galat, se kështu dorën shqiptarët galat. Jo, morë zotëri, nuk dorë galat shqiptarët, shqiptarët kanë halle shumë, shqiptarët duan mërtojnë jetën e tyre në Shqipëri, duan të jetojnë si njerëz në këtë vend, duan të kenë gjërat bazë të siguruara, duan që fëmijët e tyre ëmbrat të ndërtojnë në Shqipëri, dhe unë ju siguroj se ky program këtë ka qëllimin më kryesor dhe ju garantoj se do zbatohet pik për pik, se nuk do ketë mungesa për ju në mënyrë absolute dhe se shqiptarët do marrin ilaçet më të mira, ato ilaçe që hyjnë në vendet e Bashkimit Evropian që janë standarde, asnjë tjetër s'do futet në Shqipëri dhe se lista e rimbursimit do të jetë e njëjtë me Italinë dhe se ne gjersa të dalim nga kjo situatë e dhimbshme ku jemi, nuk rreshtim me rritje rroga e pensioneve, me rritjen e mbështetjes për personat me aftësi ndryshe, me projektin tonë për një Shqipëri pa dhimbje, për një Shqipëri të jetueshme, për një Shqipëri, një vend me shpresë, një vend që ecën gjithnjë drejt ardhmes. Ju falënderoj, ju edhe një herë më urdhoni. Ka invalid që jetojnë vetëm, nuk kanë mundësi me marrë kujdestar në shtëpi. Do bëni një përpjekje me na hap tip azili për një të smurë. Për tip në azili se jemi vetëm, për shemë, unë kam kujdestar. Prindit i kam plek. E ke shumë drejt. Prindit i kam shumë plek. Ju garantoj se do të ndërtohen qendrat më të mira. E ke kërkesë shumë të drejtë. Shtëpi rezidenciale do të quhen ato, me të gjitha kujdeset. Dhe është shumë e domosdoshme. Ju shtroni një gjë shumë të drejtë, shumë të drejtë. Vëllezërit e motrat janë gurbet. Janë gurbet, po thëmë, vëllezërit e motrat. Emigrim. Normal. Nona e baba janë plec, ku të rritë. Ju keni të drejtë, po vetëm një gjë nuk jeni vetëm ju. Ka plot të tjerë dhe ne ta bëjmë pa tjetër. Po gjithë po plot, dhe për vetë. Jo, absolutisht po. Shiko. Shumë faleminderit për gjithë diskutimet, për gjitha, dhe ju garantoj se do jenë realitet të gjitha kërkesat tuaja në këtë takim, por dhe tjera që mund të keni, ju doja paraqisni departamentit dhe zotit Kastriot, i cili
është një specialist i fshur në këtë fushë dhe së bashku me te do i bëjmë realitet këto premtime. Edhe për minatorit, po statusi, më falë jo shumë, më falë, firmosem me zotin Gëzim Kalaja, kontratën apo marrëveshjen për statusin e minatorit. Ju siguroj se do të zbatohet 3 muajt e parë. 3 muajt e parë. Dhe jo vetëm minatorit, edhe i naftstarit, edhe i gjollu. Zoti Berisha, s'ka tjetër se harrohet. Çdo kontribut do të jepet. Çdo kontribut do të jepet. Pa hasë të diskutim. Po lihet patjetër, se kur them çdo kontribut e kam fjalë për pension. Do t'i reformojmë dhe do t'i dyshojmë tërësisht. Ja du të farbojmë. Jam baraku i Gjurës, jam 7 metër, edhe 3 gjatë një barak, jam barak Gjure, edhe nuk ka Bernane, si mund Gjurë, kushti vejnë. Pasha, jetë gjatë e shëndetë përgjë, urime rosa në nëjme. Jemi se me një më njëtë këmi të gjithë vjetë, a mame? Si janë? Wow.